mërgjimtar nga Italia, i cili është dhe poet dhe është Shefqet Jeshkuri. Mirëmbrëma të pranishëm shqiptar në tokën dhe dheun tonë. Unë quhem Shefqet Jeshkuri nga Mardaneshi, dikur vendi Lavdisë e Kretarisë, sot vendi pushtuar si e gjithë Shqipëria nga dy banda kriminale që në vitin 90, banda kriminale e Sali Berishës dhe banda kriminale sot që sundon në Shqipëri e Edi Ramës. Jam këtu për shprehur mirënjohjen për rininë e shqiptarisë. Kur e shoh rininë e shqiptarisë, ben krye Luciana Kokën dhe Dritan Goxhën bashkë me to, shpresoj që Shqipëria do të ndriçohet dhe do të luzojë, se është dhe u yt. Trupi Nenës Kuvalgjak, i përgjith kisha në pëllat, dhije të shqipës na. Trupi Nenës Kuvalgjak, i kanë hyrë dishat në kënaq, dhije të shqipës na. Trupe vena, çfarë gjaku keni? Pyet Skënderbeu dhe Mjeshari, Vasil Laçi, Avni Rustemi. Nëse duam jetë njerëzore, dignitet lirie me nxjerr brishat prej konakut. Në këtë letër të bardhë si zemra e antetarve, shkruam pena ime shemët e tradhtarve, vujtjet e merimet, krimet e barbarëve, shkruan historia me gjakun e shqiptarve. Të mbrojmë dhe unë të mbrojmë lirin që se në shqipështuar, mirënjohje dhe nderim, mirënjohje dhe nderim. Nuk e dia keni vënë, po pas të sulmi nga Edi Rama këtu shtohen 1000 vet. Edhe këtë shaq vendohet për shumë. Rama jepe dorëçe. Rama jepe dorëçe. Rama jepe dorëçe. Rama jepe dorëçe. Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi në kushtet kur kërkojmë prej shumë ditës që Rama t'japi dorëheqjen. Por jemi në kushtet që ne kemi fuqi si protest ta hedhim Ramën. Mos ta presim që ai t'japi dorëheqjen. Cilat janë kushtet që ta hedhim ne? Ne kemi fuqi si protest ta hedhim Ramën. Ne jemi në kushtet kur jemi të një referendumi të pashkruar, po mund ta kthejmë në një referendum të shkruar. Kemi fuqi që kërkesat tona t'i kalojmë në KQZ-n për ndryshime kushtetuese, për një referendum të shkruar, për ta bërë Shqipërinë si e gjithë Europa. E gjithë Amerika, Europa nuk ka mandate të pakufizuara. Askush nuk mund të qëndrojë më shumë se sa 2 mandate. Ne mund të realizojmë këtë me referendum. Askush nuk mund të marrë vendime në kurisë të shqiptarëve i vetëm për pika strategjike, aeroporte, porte, zona të mbrojtura. Ai vetëm ka marrë vendime në kurisë të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Atëherë duhet me vendim me ndryshime kushtetuese, askush duhet marrë vetëm nëpërmjet referendumit. Gangrena shqiptare ka qenë vjedhja e votës. Si mund ta shmangim deformimin e votës, duke shkuar të gjithë së bashku në një votim 100%, siç e ka Anglia, siç e ka Greqia dhe shumë vende të tjera të Europës. Në këtë mënyrë, duke bërë ndryshime kushtetuese nëpërmjet referendumit, atëherë kemi mundësi ta kthejmë Shqipërinë si e gjithë Europa me sistem demokratik. Ju falenderit. Referendum! Referendum! Revolucion! Revolucion! Përshëndetje gjithëve,
Unë më shumë kam një njoftim, pasi qendrështarët këtu të protestës dolën me disa pika politike kundrejt autokratit këtu, kene marrë shumë mesazhe nga diaspora dhe me datën 4 korrik. E gjithë diaspora do vi këtu në mbështetje tuaj që ato pika të realizohen. Me 4 korrik e gjithë diaspora do jetë këtu. Ju faleminderit. Diaspora është me ne! Diaspora është me ne! Përshëndetje shqiptar, përshëndetje sheshi më i bukur në botë. Atëri ta filloj në një nga ato parullat që na pëlqen fort. Dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe, dorë heqe. Një parull tjetër shumë e bukur është Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Edi Rama ka marru, ka marru, ka marru. Ka marru, ka marru. Në deklarantën që bëri grupi koordinuesi protestës, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg. Në deklarantën që u bë nga grupi koordinues për disa ligje, të cilat duhet të rishikohen, si ai 21-24 apo ligji për trashëgimin kulturore, i cili ka marrë butrintin, dursin e të tjerë, ligji për ndryshimet në ligjin e zonave të mbrojtura, i cili po merr gjithë zonat e mbrojtura të Shqipërisë. Është një ligj akoma dhe më i tmerrshëm që pranë parlamentit shqiptar po kalon këto ditë. Ka kaluar në komisionet dhe pritet të kalojë në parlament. Ky ligj e ka emrin, është projekt ligj për momentin, për kalimin në pronësi të tokës bujqësore personave fizik dhe juridik të huaj. Ky është një ligj i tmerrshëm. Në qoftë se ky ligj kalon, Shqipëria nuk është më e shqiptarëve. Ne jemi këtu për t'i treguar, për t'i thënë parlamentarëve shqiptar, ktheuni në nivelin e këtij sheshi dhe mos kaloni asnjë ligj që është në dëm të shqiptarëve. Ndryshe do t'ju mbuloj turpi. Ndaj ne do t'i themi parlamentarëve shqiptar, ndaloni çdo procedurë, çdo projekt ligj në shkelje të drejtave, të pronave të shqiptarëve. Dhe mua më pëlqen ta themi së bashku, boll është boll, boll është boll, boll është boll.